Në rekatin e dytë, efendiu do thot lexoj dialogin të cilin e ka bërë Allahu Dhul Xhelal me shejtanin alayhi la'na. Në momentin kur e ka kriju njeriun, e para se me krijuar ju ka drejtuar me laçeve, ju ka thënë që unë kam ndreq një çfarë krijese, e cila krijesë do t'i ketë çeta punë. Edhe pasi që e ka qitë për para me laçeve, ka urmu për miran sejdë. E i ran me laçe të ketë në sejdë përveç shejtanit alayhi la'na, i cili nuk e përfilli urdin e Allahu Dhul Xhelal. E pasi që nuk e përfilli urdin e Allahu Dhul Xhelal, Allahu Dhul Xhelal nxjerrë për rahmetit tina. Dhe thot shejtani ka dalë prej urdit të Allahu Dhul Xhelal, pse nuk i ka çuar në vend veç një urdhën. Dhe thot ka dalë për rahmetit të Allahu Dhul Xhelal, pse nuk i ka çuar në vend vetëm se një urdhën, çka ka në urdhën, më u përul Ademit alayhis salam. E masi që e nxjerrë për rahmetit vet, shejtani e bën një lutje te Allahu Dhul Xhelal. E lutja çka ke? Tha o Zot, lëm mua tek në ditën e gjykimit. Mos më shtim një herë në xhehenem, po lëm të lirë e kimë pati se kush janë qëta. Të cilëve do thotë kam ju shku përpara e përmas, e ngjatë të çmajtë për mi e ndërfuni, edhe krejt kam i nxjerrë për rrugës drejt. Atëra Allahu Dhul Xhelal ja pranon këtë lutje për fat keq tonin, shejtanit alayhi la'na, ama na i tërhek neve vërejtjen. Na i tërhek neve vërejtjen, duke e tërhek mas për herë babës tonë Ademit alayhi salam, se ki kujdes se çka është shejtani, i cili ka marrë një mision që ty edhe dorjetin tanë më u largu prej rrugës drejt. Atëherë çka ban? Futet shejtani alayhi la'na në xhenetin në të cilin akon Ademi alayhi salam. Në qatë xhenet në të cilin akon Ademi alayhi salam, nuk po hina me komentu se cili xhenet akon, çish akon, tek akon, çka akonën. Allahu Dhul Xhelal i ka thonë krejt çka i ki këtu janë halal tuat, me përjashtim që saj pemës. Që kjo pema është ndaluar për ty. Edhe vjen shejtani, afrohet aty ngap, edhe anis do thot me i bon be. Edhe një njerëz si janis me i bon be në këtë dunjë, dini që shejtan është, s'ka pitina kur gjë. Edhe shkon edhe i ban be Ademit alayhis salam, e thot ngo, vallahi billahi tallahi, kjo pema është çashtu çka, do thot si ta hajsh që të pemën ta dish se u ki më bon me laçe. Ose bosh me laçe, ose për gjithmonë ki më konë xhenet. Ndërsa që ato shka janë në xhenet, janë rang me laçe, ta këtën. Edhe janë gjithmonë për në xhenet. Dhe thot, kur gjonë nuk i ka afru diçka të re, çka se ka pas Ademi alayhis salam. Për çka? Ka dhenë herë njeri ka qef, dhe thot me provu dhe nisen, jo që se ka të shpia. Dhe thot qatë njetën e ka, për çka veçëm me këshirë haq ka po matë, Allah i narujt. Kjo në dhe thot cilësi e kujna e njeri, ta pëtën. Pse nuk i ka dhe thot atunin e fort, e në këtë ras dhe thot Ademi alayhis salam çka boni? Hangri për kësaj pemës, të cilën Allahu Dhul Xhelal e ka ndalu, e kur e hangër, atërë si shenjë hidhrimi, apo si shenjë që e ka bo gabim, ja nisi dhe thot mi ju gjvesh trupi piteshave xhenetit. Ndërsa ajo veshja më e madhe është takvalluk. E kur ti e thën urdhën e Allahut Dhul Xhelal, e prish takvallukin, e kur prishet takvalluki, atëherë gjveshet do thot njeriu prej atina virtytit të shenjtë të cilin Allahu Dhul Xhelal e ka dhënë njeriu. E kur u gjvesh, jardh marrë. Jardh marrë, kërkoj falje prej Allahu Dhul Xhelal, e Allahu Dhul Xhelal ja pranoi faljen, por e qitin këtë dunjo, që për me bo të rbije pak ma shumë, dhe thot Ademin edhe pasarësit e tina, edhe pasi që e pranoj faljen Allahu Dhul Xhelal, apet ja boni me dije, që ta dish se shejtanin apet e kije armikin të përbetum i cila kundra teje. Ashtu që ne o vlezën atë armikin më të madh e kemi shejtanin alayhi la'na, i cili na vjen ka e gjatha, ka e shmajta për mi në funi, për fat keq nuk e shohmi, ama non stop na bën vezvese, na bën dyshime, e këto vezvese dhe këto dyshime mundën me u largu me çka? Me fjalën e Allahut Dhul Xhelal, të cilën fjalë Allahu Dhul Xhelal e ka zbrit në Kur'an, i cili Kur'an pra lexohet pak më tepër këtë muaj të Ramazanit, e sidomos të 10 ditë të fundit, inshallah Allahu Dhul Xhelal pranon lutjet tona dhe ibadetet tona. Kaq pra
ishte shkurtimisht në morë vesh se çka ka lexuar imami ju në rekatin e dytë. A ke çështo? Po gjë. Do thotë nuk e kum bë tefsir, po kum shpjeguar shkurtimisht se çka ka në çata ajete, se në ato ajete mehanizmi bë tefsir, do të me 3 Ramazana me ka përci. Zoti ju shpërblet inshallah. Atëherë pra vazhdojmë na përsëri.